Edhe një atje, në ata të fundit, do ishte më mirë se Lulzim Basha. Base. Si mbase, nuk e dakord Base, jo, këto e kemi thënë si batut kështu. Pa tani, se Kolondashi mund kishte defekte që thua ti, por aman se Kolondashi kishte disa cilësi që nuk e afroje fare Lulzim Basha. Mirë, kam përshtypjen që kanë menduar që Lulzim Basha mund shkëlqente në arenën ndërkombëtare, në këto lidhjet me ndërkombëtar. Po, se flet anglishen shumë mirë, dhe ajo duhet. Jo, për te asaj, po në fakt tregoj që vite situata aktuale. Jemi, po themi, një muaj e gjysmë, diçka e tillë tani. Jo, dhe po të thoja që të paktën pavarësisht problematikave, duket sikur fushata është më e balancuar. Se të paktën dhe opozita liderin e saj e ka në liri, fushatën mund ta bëj në terren, njësoj si Rama, pra është pak më e balancuar. Për fat mirë, se deri në 10 orë ishte në balkon Sali Berisha. Primaret ishin teorikisht, po edhe kështu është një gjë e bukur. Por a prodhuan atë që quaj pritshmëri, Erla? Ja, kjo është lista e atyre që kishin pritshmëri, po shiko çfarë vota, se ti e nxorë për vetet e. Po, e nxora dhe unë në emision, po se u bën edhe lajm, unë e kam bërë emisionin ditë hëne, primaret ishin të shtunën dhe shumë nga këto personazhet këtu u bën lajm në një farë mënyre. Nëse prodhuan atë që pritej, unë nuk është se prisja shumë, nuk është se isha kaq entuziaste sa që ti për këtë procesin e primareve. Mendoj që është një proces që po doja edhe mund ta kishte evituar, megjithatë, nuk jam entuziaste Landi dhe unë ta shpjegova më saktë. Pra, nëse Partia Demokratike do të na kishte bërë transparente shpërndarjen e votave, pra ku i kanë marrë këta votat, dhe kjo është e rëndësishme, më besoj që është e rëndësishme se unë njoh dhe PD-n, njoh dhe procesin, di si funksionon, do ta kishim të qartë që këta nuk janë individ të gjithë që i do e gjithë baza, pra e gjithë partia. Mund të doj fisi, po secili ka luajtur te dega e vet, se i tillë ishte procesi që ngritën. Pra, këta vendosën, PD-ja vendosi që do votojë vetëm për një emër. Nga 80 emra në listë, ti vetëm njërin do votoje, Landin. Atëherë Landi çfarë bënte? Te dega e vet, që kryeson, mori gjithë votat atje, dhe pastaj degët e tjera kanë votuar secili për kandidatin e tyre, kështu që kjo është. Tani, ai Alqi Xhafa që se pas ka votuar as shtëpi e vet. Nuk e di çfarë problematike. Okej, po Oriela Nebia i 47 vota. Po, ndoshta edhe për shkak të qëndrimeve të veta. Ky është pra ajo leadershipi që të përmenda pak më parë. Kur je qenie politike, tani jo Ori, se Ori është dhe vajzë e re dhe nuk e ka eksperiencë. Nuk po flas për Orielën. Jo në moshë, jo, nuk e kam fjalën për moshën, e kam fjalën politikisht, se kur s'ditën ta bënin ata që ishin shumë më të vjetër se sa Ori, kishin nuhatjen për të kuptuar që Sali Berisha e ka këtë parti. Është dështim për Orielën në këto 47 vota? Jo, nuk do ta quaj. Shumë dështim sepse Oriela ka qenë nuk kam mbajtur. Deputete më era, deputete. S'ka folur një herë Landi, pra nuk ka mbajtur një qendrim të qartë. Po çka ka marrë rrogën? As për Lulit, as për Berishën. Po çka ka marrë? Dhe partia politikisht voton tani. Me atë pro Lulit nuk është se ka qenë larg, pro Lulit ka qenë. Pro Lulit ka qenë. Por diku e kuptoi edhe Ori që edhe mori tak. Edhe shkoi Big Brother pastaj. Këtë se ishte shumë smooth, shumë e butë, shumë e avashtë. Edhe partia politikisht voton. E ndihmoi Big Brother apo e dëmtoi? Ose ndihmoi apo ndoshta edhe e dëmtoi pak. E dëmtoi? Po, them se po. Floriana Agaro, 32 vota? Të thash pra, secili kush ka qenë i fortë në degët e tyre kanë bërë fushat për veten e vet. Kreshniku, unë Kreshnikun e kuptoj sepse ky ka bërë ato përplasjet e mëdha, edhe Kreshniku. Bibera nuk ka qenë aktiv. Bibera s'ka qenë aktiv. Tani Dorian Deliti. Është një personazh interesant, po 117 vota. Dhe Dori nuk është se s'ka vota në terren, nuk flas brenda partisë. Në terren nuk është se. Po unë Kristian Kavaj, po jo. Nuk ka vota. Jo, edhe në Tiranë te njësia 5. Po 117 ndodhet. Pastaj të tjerë Xhemal Gjungshi me piruetat sa andej këtej. Po të gjithë pra janë me pirueta, të gjithë janë me pirueta. Nëse Andja Ullyri për shembull pragun e ka kaluar, 180 vota, nuk është se nuk e ka kaluar. Po Pira Medaj? Ka qenë ish ushtarak, ish general. E Sorina prisja më shumë. Po, doli një tjetër zonjë nga Korça më e votuar, Sorina që është Ledina Aliolli. Profesoresha e universitetit. Me gjas, po, mund të jetë ajo një ndër 3 emrat, se te 3 emrat e parë duhet jetë një femër, një zonjë dhe. Erla, për t'i vënë një kapak kësaj, si e shikon 11 majin? Të thash parashikim s'të më do. Jo, nuk ta pyeta këtë, pas ke kompleks. Jam shumë kurioze, jo, nuk e kam kompleks. Është thjesht çështje etike
profesionale. Çliro Erla, mos kështu, e di që ke qenë aty në çlirët jam. Dgjoj, jam shumë kurioze të presim datën 11, me se kam për t'i dorëzuar në listën e natës rrezik, listën, sepse dgjoj, lista nuk është se nuk ka rëndësi në fushat. Se është ajo karroca që tërheq qerren nga mbrapa. Edhe me një listë që s'të thot gjë. Kjo vlen për të dyja palët, nuk e di dhe Rama i ka... Në 2005-ën, parësisht një sistemi tjetër, unë e kuptoj, ishte komplet një sistem tjetër. Ne dinim që 2004-2003 që Partia Demokratike do vinte në pushtet. Tani se kemi këtë sigurim, Erla? Që ta kesh sigurt fare, po thua. E sigurt nuk është asgjë. Jo, për zgjedhjet 2005-ës, po, ishte mbyllur e pushtë. Ndoshta PD-ja dështoi që të sillte një frymë të re, një ekip të ri, të papërfolur, disa emra të rinj. Se tani Gazmet Bardhi me Lulin ishte në rregull, tani me Berishën prapë aty. Diversitet thot Berisha. Mirë, dëgjoj, Gazi përtej këtyre piruetave që thua ti, nuk është një qenie politike, është Gazi. Ambicioz, i aftë në disa aspekte. Tani pyetja ime është për Spakun, Erla. Si ka mundësi që zoti Berisha, se ti ke qenë zëdhënës ti sa një tjetër, ja fusin kod tjerë, ja po kështu, ja po ashtu. Mbështetje sipas barometrit, institucioni me mbështetje më të madhe e ka Spaku. Spaku e ka. Berisha thotë do ta shkrijë në 12 maj. Ja, e rregulloi Berisha. Tha që ishte një keq kuptim, do ta reformojmë. Jo, ai ishte një mos keq kuptim, nuk ka qenë keq kuptim. Tani. Edhe Rama do ta reformoj nga ana e vet. Por Rama është në rregull, kushëriu i është në rregull. Do flasim dhe për kushërinë tani në rregull, dhe fort në rregull dhe ai nuk është, dëgjoj. Reforma në drejtësi kaloi me 140 vota, me konsensusin më të madh. Tani kur u erdhi te dera e vet këtyre, filluan ta shohin drejtësinë që prit se pas ka probleme drejtësia, jo se s'po i respektoka standardet, jo po se puna godet, jo po hajde se duhet ta reformojmë. Tani po të kishte qenë kjo politika jon kaq parimore, do duhet kishte vepruar parimisht për të gjitha rastet. Pra, unë do kisha dashur ta dëgjoja Edi Ramën edhe për atë arrestim të turpshëm ndaj Ilir Metës, që është ish presidenti i vendit, për të folur apo për të mos t'ia dhënë votën në parlament, edhe kur për Sali Berishën, pra do kisha dashur ta shifja këtë parimore në këtyre politikanëve gjatë gjithë kësaj kohe, jo vetëm tani. Do të thënë ti duke thënë që Spaku ndikon në 11 maj. Spaku pa diskutim që ndikon në 11 maj. Ka dëmtuar më shumë. Dhe po ta shohësh, prandaj dhe është tërhequr Edi Rama nga retorika e vet. Po e ngri Hetjen Xhafa po. E hëngri, Etjenin e përdori ai për të thënë atë që donte të thoshte. Thjesht e përdori. Etjeni ka kuptuar gjë se i shkreti. I doli në derë Etjeni se Andrea, te kolegu ynë i mirë Andrea Dangri. Atje po ka patur një intervistë tet-a-tet edhe po thjesht Rama gjeti rastin e Etjenit për të thënë atë që donte të thoshte. Etjeni gjeti? Ai ishte intervista më e fundit. Më e fundit? Po e parafundit? E parafundit nuk e di, po e fundit ai doli në media. Se kanë dalë rrallë këta Partisë Socialiste në intervistë. Cili është mendimi yt personal për Spakun? Ti ke një përvojë, je diplomuar në perëndim në Itali dhe e njeh shumë mirë edhe politikën atje dhe drejtsinë. Është ajo që pritje nga Spaku? Pritej? Dgjoj, drejtësia në përgjithësi, se s'është vetëm Spaku, po kjo drejtësia e re që na sollën këta politikanët tan nuk është ajo që prisja, po një model sui generis ishte ky, që s'është implementuar kërkund, përveç se eksperiment për ne në Shqipëri. Po nëse referohemi Spakut, unë Spak e quaj, jo Skap të partisë, sepse si gazetare, si moderatore, si qytetare, pavarësisht se fjalën e fundit e thot drejtësia, do ta thonë gjykatat, pra unë nuk i bëj gjyqin askujt, asnjë politikani nga ata që ka përfunduar në dyert e Spakut, po përpara një zyrtari të dyshuar për korrupsion, unë jam më shumë me drejtësinë se sa me zyrtarin, pavarësisht se tentoj të mbaj një qëndrim të ekuilibruar, pa diskutim. Po kam dy erla këtu te kjo historia e Spakut, ose kur analizoj dhe me veten time Spakun. Kam një erla që thot, prit se mos po kthehemi ose mos jemi kthyer në një republik prokurorësh, ku këtu tani këta janë bërë të gjithë pushtetshëm. Po edhe Giovanni Falcone në masakruan në Itali. Dakor. I shkelin prandaj tash kam dy. Pastaj kam dhe një erë tjetër që thot, ore kemi 35 vite që vetëm vithemi në këtë vend dhe mbase s'ka mënyrë tjetër për ta pastruar, duke qenë se ne si popull, si qytetar, nuk kemi qenë të zotët, që këta politikanë
që na ka mbledhur, kush më shumë, kush më pak, ti heqim me vot. Ta bëjmë me vot, ndoshta na e bën drejtësia edhe duke shkelur ndonjë standard mbase. Aman vetëm ta bëj, vetëm ta i heqi qafe. E kam pra dhe këtë aspekt tjetër. A është se dëgjoj presioni madh është të shosh në organin e akuzës, në paraburgim, në hetim, të hetosh një zyrtar të lartë, për flasim për krim sofistikuar, për korrupsion sofistikuar, elitar. Nuk është e thjeshtë, imagjino presionin që kanë ata. Po sigurisht. Dhe ata A është Altin Dumani? Vdekatar janë të A është Altin Dumani Giovanni Falcone? Erla, ti ke jetuar në Itali dhe e një e mirë. Me Giovanni Falcone deri aty nuk shkoj. Nuk shkoj. Po jo, Giovanni Falcone shqiptar tani, nuk po themi Giovanni Falcone italian. Dal nga ky brumi jon shqiptar. Giovanni Falcone shqiptar. Jo, megjithatë po bën historinë. Po bën historinë. Në qoftë se do ishe akoma zëdhënëse se Sali Berishës, a do ta këshilloj atë që të mos e quajnë organizatë terroriste, organizatë kriminale dhe Altin Dumani krye terrorist? Do i thoshë, doktor, këtu e gabim, për mua nuk do t'i thosh kështu. Unë po, mbase këtë do t'i kisha sugjeruar që ta kishte më të moderuar tonin ndaj. S'kam gabuar në përcaktimin tim që ti ke qenë mbetes zëdhënëse. Jo, po e tillë si natyrë jam unë, unë nuk jam për këto. Pavarësisht se dhe Berisha e përdor politikisht dhe sigurisht që jo, zoti Berisha e ka thënë dhe kështu që unë nuk jam prift. Pa diskutim, po.